Në 13 vitorin e vdekjes së komandantit legjendar të luftës së Kosovës Adem Jashari dhe familjes Jashari, si edhe në ditën kur më shumë se një dekadë fillonte manifestimi tradicional epopeja ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, në internet është publikuar faqja zyrtare Herojët të kombëtar Adem Jashari. Ademjashari.com është faqja e cila i kushtohet vlerave të komandantit të lartë të UÇK-s. Përmes kësaj faqe është pasqyruar jeta dhe rënia e lavdishme e komandantit legjendar. Po ashtu, një vend i rëndësishëm i është kushtuar ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, dëshmorëve të luftës, familjes Jashari, kompleksit memorial Adem Jashari, lajmeve të fundit në lidhje me UÇK-n e të tjerë. Në emër të Qendrës për Edukim dhe Përparim dhe të ekipit realizues Lulzim Shishani, shpjegon se për publikimin e parë është hedhur një përmbajtje reduktuar, por premton se brenda aktiviti ky portal të pasurohet me më shumë informacione të tjera. Faqja është realizuar me përkrajjen e qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me familjen Jashari dhe me shoqatën e familjeve të dëshmorëve.